Faleminderit për ftesën dhe urime për gjithë ato emisionet mira që keni bërë dhe për këtë organizim fantastik këtu. Mirëmbrëma Florian, përgëzime për punën e madhe që e keni bërë gjatë këtij muaji. Faleminderit shumë. Si e keni pa në përgjithësi këtë kampionat tani kur jemi edhe në finalen në ndeshjen e fundit? Pak i paparashikueshëm, me të drejtën shumica kanë menduar që Franca është një prej ekipeve më të kompletuara dhe favoriti kryesor për me triumfu në këtë botëror, megjithatë nuk arriti të jetë as në podium të botrorit. Sa i përket kampionatit në përgjithësi, ka pas shumë edhe polemika, normalisht pak me referime, pak me disa anulime të kartonave të kuq, pak ka qenë interesante edhe kjo pjesa e hidratimit, megjithatë ishte interesant për neve si gazetarë sportit sepse shumica e ndeshjeve ishin edhe me një orar pak papërshtatshëm edhe jo zakonshëm që jemi me i shiku, kështu që ka qenë një sfidë në vete, por në fund diçka e jashtëzakonshme për të përcjellur. Duke përmendi ligi këtë orarin e papërshtatshëm, sa ka qenë ndoshta përgjithësi për gazetarët sportiv e vështirë me raportu për këtë botëror? Për mu heq kësa here, e kom shiju në maksimum. Normalisht u konë nashta një prej kompeticioneve që më ka bo përshtypje mas shumë të mas Katarit, i organizum të i mas e mirë, ka pas shumë të veçanta. Për veti nuk kam prit që në Shtetet e Bashkuara ka mu bo, ose në Meksik, ose në Kanadë, faktikisht ka me pas organizim t'il të mirë, kështu që gjithë shka ka shku si është mas mirë, i kisha me thonë. Nuk u konë e farë problemi me i për cilë ndeshet, nashta që jemi mësu pak edhe prej Afrikës, e maj men pak edhe 2002-ën, Japonin, do me thonë nuk kom pak qatu. I parashikim për finalin lig, çfarë pretendonte? Ç'është mësu? Pres që të triumfojë Argentina e Mesit edhe të mbyllet përgjithmonë debati i lojtarët më të mirë në historitë të futbollit. Nuk besoj që Argentina do ta ketë lehtë, do të jetë ngushtë, megjithatë pres spektakull në fushë dhe me Argentinën fituese po shumë ngushtë. Ndoshta aty në letër e parashikova pak më çmendues se këtë live. Megjithatë besoj që Argentina fiton 1-2 pas vazhdimit. Për ty Dog? Spajtona është me lorikin këtë pjesë, do me thonë besoj që Spanja ka me triumfu, do me thonë arsyet kryesore i ceku edhe ma heret profa, besoj që janë shumë atë organizume dhe shumë lujnë futbol shumë atë taktik, edhe të shohim, nëse arrin me shënu gol heret Spanja, atëherë besoj që edhe me rezultat të dhash, Florian, ashtu besoj që 3-1 ka me konë. Spanja e ka veç një problem, Spanja që se ka futbollistin më të mirë gjitha kura. Çudi jashtë. Ai më me bë dallim. Faleminderit shumë Dog edhe Lorik. Lorik? Ka dëshmëri dhe ja kaloj fjalën tani